Ramazanin lirisht mund ta quajmë si universiteti më i lartë i edukimit shpirtëror, mendor dhe trupor. Allahu, kur e ka bërë obligim agjërimin e Ramazanit, realisht na ka hapur portën e edukimit shpirtëror. Ne e dimë se përgjatë 11 muajve, ne gjitha halallat e Allahut i kemi të lejuara. Dhe në esencë gjërat janë të lejuara me përjashtim kur vjen diçka dhe bën të ndaluar. Dhe në kuadër të Ramazanit edhe halallat i kemi të ndaluara për një periudhë caktuar kohore. Shtohet pyetja, pse ndodh kjo? A është për synim lodhja, a është për synim uria, a është për synim etja, apo është diçka më thellë se sa kjo? Jo, për synim është devotshmëria. Për synim është edukimi shpirtëror. Prandaj Allahu kur tregon për atë se si ka bërë obligim agjërimin edhe popujve para nesh, edhe neve si umeti i fundit final, ka thënë arsyeja vetme është arritja e devotshmërisë, pra edukimi i shpirtit. Në këtë rast, lodhja që ne e përjetojmë përgjatë agjërimit, sakrifica për një periudhë caktuar kohore, edhe njerit edhe privimi vetvetes nga nevojat fiziologjike, janë mësues të heshtur. Sikur Allahu dëshiron të na tregojë se ju as tepër jeni dhënë pas trupit, saqë tani keni nevojë që ta balanconi gjendjen. Po të bëjmë nivelizim të gjendjes dhe balancim të ndjesive, të dëshirave, por edhe të nevojave tona. Për këtë arsye, trupi kur dobësohet, forcohet shpirti. Për shembull, kur neve na bie ndonjë grip i lehtë, menjëherë i kthehemi Allahut, mos flasim për diçka më të madhe. Pra Allahu gjitha këto sprova i çon për me nivelizu gjendjen e njeriu, në veçantë të besimtarit. Por ne nuk e lexojmë drejtësisht. Ne jemi neglizhent ndaj këtyre mësimeve. Ramazani këtë bën më së miri. Ramazani na tregon se sado që ju të përpiqeni për t'i përmbushur nevojat tuaja, ju nuk mund ta bëni atë edhe sikur ta keni pasurinë e botës, derisa nuk keni orientimin e duhur. Dhe orientimi i duhur është përmes devotshmërisë. Prandaj vije Ramazani. Përmes ushqimit shpirtëror. Përmes ushqimit shpirtëror, e cila pastaj reflekton edhe në anën materiale. Pastaj Ramazani përpos kësaj është edhe edukimi më i mirë i epshit të njerëzit. Është edukimi më i mirë i pranimit dhe i përdorimit të pasurisë së njerëzit. Kur ti e lë veten mangu nga disa kënaqësi të caktuara, ti e kupton fuqinë tënde reale. Ti e kupton se ato janë kalimtare. Ti e kupton se ato nuk janë absolute. Ajo që mbetet me ty afër teje është gjendja shpirtërore. Prandaj ne në Ramazan e kemi ndjeshmëri më të lartë, e kemi mëshirën më të theksuar. Ne në Ramazan e kemi devocionin më të ngritur. Gjitha këto janë fal mirësisë së universitetit edukativ që është Ramazani.